Carlo Ancelotti publikon listën për Kupën e Botës dhe rikthen Neymarin. Emri i tij ndezi Rio de Janeiron dhe çmendi tifozët brazilian. Trajneri italian zbuloi 26 futbollistët që do ta përfaqësojnë Brazilin në botror me objektivin e madh, trofeun e 6 në histori. Neymari rikthehet pas mungesës së gjatë për shkak të lëndimeve. Ylli i Santos nuk ishte ftuar që nga viti 2023, por tani është gati për sfidën më të madhe. Në momentin kur Ancelotti përmendi emrin e Neymarit, salla shpërtheu në duartrokitje dhe broritje ku të gjithë festuan rikthimin e legjendës braziliane. Edhe rrugët e Rio de Janeiros u ndezën nga tifozët që broresnin emrin e golashënuesit më të mirë në historinë e Brazilit me 79 gola. Kjo do të jetë kupa e 4 e botës për Neymarin, ndërsa Ancelotti synon të shkruajë histori në turneun e tij të parë si trajner i Brazilit. A do ta udhëheqë Neymari Brazilin drejt lavdisë së madhe? Botrori premton spektakël total.